Beatrix Ramosaj në një romancë të re. Rreth 3 vite më parë, emri i saj ishte kryefjalë e mediave roz. Dhe shkak për këtë u bë pikërisht historia e dashurisë që Beatrix Ramosaj kishte me Donaldin. Një lidhje që u mbyll keq dhe se duket se publiku shqiptar e gjykoi shumë këngëtaren. Pas një momenti të vështirë që kaloi në Tiranë, ajo vendosi që të shpërngulej një herë e mirë në Amerikë për të nisur një tjetër jetë. Për gati 3 vite, Trica ka preferuar që të jetë disi më diskrete në rrjetet e saj sociale, duke postuar rrallë dhe asnjëherë detaje nga jeta e saj private. Të paktën kështu ka qenë deri javën e fundit, ku këngëtarja ka dhënë disa sinjale se ka gjetur sërish dashurinë. Në Instastory ka ndarë një postim ku ka treguar vendin që gjendet. Në syra mbi shkrimi i publikimit ku shkruan, "Të dua ty" në anglisht. Fillimisht u raportua vetëm ky lajm nëpër portale, duke mos u thelluar më tej. Por burime bëjnë me dije se në fakt këngëtarja ka nisur një lidhje të re dashurie. Bëhet fjalë për një raport të nisur në muajt e fundit që po jetohet nga protagonistët në mënyrë private. Miqt bëjnë me dije se partneri i ri i Trixës është i huaj dhe se vetë këngëtarja ka zgjedhur që ta mbajë larg vëmendjes së rrjeteve sociale si histori. Duke qenë se edhe miqtë e afërt e saj janë shumë hermetik për të dhënë detaje, do të na duhet të presim vetë këngëtaren që të nisë të publikojë foto apo indicie për këtë raport sentimental. Që pas futjes së saj në Big Brother, jeta e Beatriz ndryshoi totalisht. Ishte lidhja e pak më vonë ndarja me Donaldin, që e vuri këngëtaren në qendër të mediave, por jo vetëm. Megjithatë, nëse ka diçka të mirë që pasoi e gjithë zhurma, ishte pikërisht karriera e saj. Fill pas eksperiencës në Big Brother dhe zhgënjimit në dashuri, ajo ju rikthye muzikës. Menjëherë ajo publikoi disa këngë që për fansat u shndërruar menjëherë në të preferuara. Megjithatë, pas disa angazhimeve, ajo u shkput sërish. Përgjatë gjithë kësaj kohe, Beatrix ka zgjedhur të jetë e distancuar si nga daljet publike, ashtu edhe nga rrjetet sociale. Shpesh ajo ka folur edhe për vështirësitë që ka ndeshur në momentet pas lidhjes së saj me Donaldin. Njëri prej ndjekësve e ka pyetur këngëtaren nëse është e lumtur, të cilit ka vendosur t'i përgjigjet publikisht. Në një postim, teksa ka shpërndar mesazhin, këngëtarja e njohur ka bërë me dije se ndihet e lumtur dhe e bekuar nga jeta.